Kemi raportuar edhe më parë për këtë problem, i cili vazhdon të mbetet i pazgjitur prej vitesh. Bëhet fjalë për rrugën Qazim Leshi, një rrugë që nuk është rregulluar tërësisht asnjëherë dhe që vazhdon të jetë në gjendje të rënduar, duke bërë të vështirë qarkullimin e përditshëm. Banorët thonë se kjo situatë u vështirëson lëvizjen fëmijëve që shkojnë në shkollë, të moshuarve, si dhe automjeteve emergjente. Kjo banore nuk del për herë të parë para mediave, pasi është detyruar të adresojë vazhdimisht të njëjtin problem, i cili ende nuk ka gjetur zgjidhje. Vështirësitë më të mëdha janë ju përshini edhe vetë që çfarë gjendje jemi. Në përfshatra nuk ka kësi gjendje, qyre. As krejt me kerë, me krejt fëmija, s'po kanë ka me dalë, me shku në shkollë, as kërkon. Qyre çfarë rrugë është. Qyre kur kemi kitë stanin me qenin, me krejt fëmija po tuten. Me shku qyre çfarë plesin e përkatun dhe nuk ka qëtu. Qështu s'ka, kërkon heq. Ajo thotë se banorët ndihen të harruar dhe të lënë pas dorën nga institucionet përgjegjëse. Kërkush so ka vjen me na këshyr ku jemi. Rrugë në përmali i kanë boj, i kanë shtru këqyrë të na çfarë gjendje është. Kështë në Gjakov, këtu as në Katun jo, si jo në Gjakov. Banorët kërkojnë që kjo gjendje të mos mbetet vetëm në raportime mediatike, por të marrë një zgjidhje përfundimtare. Ata cilësojnë situatën aktuale si të papranueshme për një lagje banimi dhe kërkojnë ndërhyrje sa më të shpejtë.